Si na fute në këtë telash? Si ju futa unë në këtë telash? E bukur kjo që the. Që nuk do të kishim ndonjë të mirë. Ju paralajmërova të dyve. Gjithmonë vlla im I madh është gjithmonë shefi. Drejt fundit të hidhur. Po. Me që duhet qartë që këto janë momentet tona të fundit, po e them një herë mirë. Unë të urrej. Mua ti më ngjall në veri. Ti je një rast I veçantë I bezdisshëm vetë ndihmoje s'ka kanisa. Ndërsa ti je një egoist I fryr, egomanjak me shije të tmerrshme. I lutem, le të mbushim momentet tona të fundit plot me dashuri. Dakor? Të thuash ndërsa ata na zjejnë ne të treve të gjallë? Para se të merrni një valë me ujë të nxehtë, ju tre dërkuca keni në një dëshirë të fundit për të thënë? Po! Një kthim mbrapa! Ujku madh I keq, por ujku mpako një. Ndodhem për jashtë ai jam I gatshëm për të vepruar. Objektivi u gjet, është I mbyllur brenda një shtëpie me kasht. Fillojmë operacionin Fortuna Periferike. Ujku pako për ujkun e madh të keq, fillon goditjen atmosferike në shtëpinë prej kashte, e përsëris shtëpinë prej kashte. Si urdhëron komandant. Dërkusi vogël. Më lejo të hyj brenda. Jo, për kokë të qimeve të mjekësime. Shoku. Atëherë unë do të shfry, dhe do të fry shtëpinë tënde me furi! Po ashtu është. Shtëpia prej kashte u rrëzua, e përsëris, shtëpia prej kashte u shem. Më lërë të futën brenda Vlaçko, një ujkë është pas shpinës time. Kalote, ashtu ujku. Kujdes, sa po mbarova së rregulluar ide. Dërkuca të vegjël, arrivi të hyj brenda. Jo, dhe sikur na shkullë shimet e... edhe një herë tjetër si ishte. Shko në hapësirën tënde, merr frymthell, e gjeta, për kokë të qimeve të mjekrës. Atëherë unë do të shfry, dhe do të fry shtëpinë tënde me furi! Mrekulli, piku dëm gjithë puna ime. Koleksionimi kufizuar tërë të në Shoku, do të bëhemi mishi pjegun e ellë, ikim që këtej. Shtëpia me skopa u harrua. Një të fryrë dhe miro pafshim, po nisën drejt shtëpis me tulla. Shoku! Kush është
ai që do të futet në shtëpinë time të fortë dhe sigurt me tulla? Ricardi dhe Sandi, vlezërit e tu! Ricard dhe Sandi kush? Lëri sa ka tani në lartë i brenda! Thoni emrin e vajzërisë nënës suaj. O, për herë të mishit derrit e ka emrin Der! Edhe mami im kështu e ka pasur emrin shoku! Ajo! Ujku i madh i keq vendosur në shtëpinë me tulla. Mos harro stërvitjen tënde që droj gjak ftohtë. Pa, e di se ç'po bëj. Ndërtesa me tulla do të varë fund. Hapë derën! Hapë mesën! Po fort për të shoku! Ç'është duke ndodhur që më luteni kështu? Isha duke renditur faturat e mia dhe tani më duhet ta filloj nga e para. Narkozat e vegjël, alini të i brenda. Jo, dhe sigurt na shkulni qimet e mjekrës së të treve. Atëherë unë do të shfry, dhe do të fry shtëpinë tënde me furi! Se mos ka shans do një ujk tam poshtë shtëpinë time të fort, me tulla. Diçka që ju të dy duhet ta kishit marrë parasysh për materialet tuaja të ndërtimit. Ujku, pakonjë, kemi një problem. Problem me shtëpinë me tulla. Duhet të ndryshoj planin. Do të hidhem nga Oxhaku. Çfarë po bën ai kështu? Ndalo, jo nga Oxhaku. Ndalohet tani, jepi fund. Po e përsëris, ndërpritet planin e Oxhakut. Ujku i madh i keq përgjigju. Shoku, po duke se është biçë ti! Prit, pas është me baqyshi! Po shkurti nga Oxhaku! Bëni një zjarr. Ju të dy, lëvizni kofshët tuaja të shëndosha. Të shëndosh? Kujtë thua të shëndosh ti? Unë shkoj në palestër 4 ditë në javë. Më tepër shkopa, nxitoni. Shkopi thua ti ati, si mund të ndezë unë një zjarr me një trum? Mendoj se e di mirë se që janë shkopit. Shoku, mendoj se duhet të grumbullosh shkopinje rreth e për qark. E po të isha unë, do të përdorja kasht, por e di, është zjarri yt. Jo veni gojë! U thjesht po Edhe thoja. të thash. Fuqi, ujko! Zjarri! Fuqi, ujko! Shumë mirë. Unë jam krenar dhe i nga zëllër. Ja dolëm. Vëllezër, mund të më lejoni ta përmend se sa manica është që ne për herë të parë am dakord një herë dhe arritëm diçka, apo jo, ë? Fjallë kalimin? Fuqi i ujku marë bërë. Të gjithë jemi të mërzitur nga humbja e shokut ton, ujku të madh të keq. Ai ishte një antar i kuqimshëm i grupit. Po pse ujku i madh dhe i keq? Pse? Ai ishte një ujk i vetmuar, nuk punonte me të tjerë. Ai nuk punonte në skuadër. Qetësi! Dakord? Ndoshta nuk ishte një lojtar skuadre, por ishte i guximshëm si asnjë tjetër. Po ta kisha gjatë operacionit kësulkuqe e vogël, ai shejtani i vogël nuk do ta kishte kaluar aq thjesht me një çetë më dhej që ke.
E po ndoshta duhet kishe dërguar ujk shkurtrin e zgjuar, ose ujk shtatlartin micor, ose ujkun shitës vajrash, ose ujkun kërcimtar trashaluq, ose ujkun shumë i trash për të trembur, shoku. Mos haro ujkun e komedisë muzikore, deri vogël. Përse duhet të kalojmë gjithë këto gjëra duke shkatëruar shtëpi dhe duke ngrënë dërkuca? Përse ne nuk duhet të kemi dashuri midis njëri tjetrit? Më preke, morbur. Faleminderit, ujku si madhe paqësor që nuk lodhesh kurrë. Sot të rinj. Mendimet tuana kanë qenë shumë të qekta. Të lutem, jo tani bishti. Duhet mendojmë për thellë. Doktor Ujk më ndjen prehti, gjithmonë duhet të bësh një hyrje kaq dramatike? Sigurisht, unë jam një shkencëtar i lek. Po, është aq i lik sa zonjush pa aftësia. E çfarë vlere ka gjithë kjo fryrje dhe çfryrje? Jemi në një epokë moderne të ndërtimit dhe jo në mesjet. Problemet moderne kërkojnë një zgjidhje moderne. Unë them se ka ardhur koha të përdorim pajisjet e fundit e botës. Prit pak këtu, unë jam shefi, kjo është detyra ime. Ju jeni ndjekësit dhe ju jeni spektatorët. Ta marrë mira, doktor Ujk, gjej diçka më praktike herë tjetër. Lopisht, në këtë moment jam në një mbledhje shumë të rëndësishme. E po mirë, është edhe operacioni i dërgesa special. Mjaft me murmuretje. Ja se si funksionon plani im i keq. Një grup ujkësh i afrohet objektit të planifikuar me atë që e quajmë pakoja. I bjen zile së derës dhe e lën pakon në shkallën e parë. Dërkucat hapin derën për të parë çfarë është dhe zbulojnë që është një foshë, që atyre u duket të tërheqës, e marrin brenda dhe e rrisin si një prej tyre. Kur pakoja të jetë rritur mjaftueshëm aq sa duhet, e lë çelçin e shtëpisë poshtë tapetit të derës, pastaj ne do të hyjmë brenda dhe do të kapim ata dërkuca. Pastaj akmarrja do të jetë e jona. Embël si një srute! Vetëm një javë ka kaluar nga shkatërrimi prej sulmit të uqërve mbi stallën e derrave dhe ka patur shumë pak ndryshime. Megjithatë, shoqata mbi menaxhimin e emergjencave të paparashikuara ka premtuar ndihmë të menjëhershme. Po pra, kur ujqërit të fluturojnë, pse nuk ke më tepër mobilje ti, ha? Sepse unë jetoj i vetëm. Oh, sigur e shtëpia ime! Wow, është komplet për tokë! Sigur kisha do një festë të madhe! Me sa duket kemi nevojë për koltukun tënd. Jo. Ju të dy duhet të dilni që këtej shpejt. Shumë shpejt. Personalisht me zi po pres që të filloj rindërtimin, edhe të kthehem përsëri në vendin tim. Më pëlqen mënyra se si tingëllon kjo që sapo the Rikard. Sa më shpejt ju të dy të filloni të rregulloni shtëpitë tuaja. Nuk arrit ta kuptoj, Laura, çfarë do të thuash me mobiljet e drurit janë kthyer mbrapsht? Mori është i lyer. Ke dëshirë ta shikosh? Çfarë lloj ngjyre është kjo? Ngjyrë kremi. E kontrollova sipas kremit tim. Laura, më duket se ta shpjegova shumë qartë. Shoqja ime, që i doja mure të lyera në ngjyrë biskote. Mendoj se e di ndryshimin ndërmjet produkteve të baxhove dhe furrave. Edhe të lutem mos ma trego përsëri atë pëlhur mua. Pra do ta lyej murin, nuk do ta lyej murin, çfarë? Çdo detaj është një tronditje e freskët. Shko në hapësirën time të qetësisë, shko të lutem në hapësirën tënde të qetësisë. Dakor, ti shko në hapësirën tënde të qetësisë. Ne duhet të shkojmë në punën tjetër. Ka dhe shumë punë të tjera kjo lop. Në falë qërë me vones, kliendi tjetër është derri vërtet. Asnjë gjë personale. Nuk ka asnjë problem, shoku. Mirë, kemi shumë për të bërë. Duhet të mbledhim kasht, i lidhim në dëgje. Duhet të ngrihen muret. Rruga për në banjon e baltës kalon këtej. Hapësira e meditimit është këtu. Impjanti muzikor shkon...
O, ju t'je maluar i silo! Po pra, sile, shoku. Po! Shgënjim! Asnjë përparim nuk është bërë në shpinë time. Ajo lopa kontraktuese rri aty për 2 sekonda dhe pastaj fap zhduket për një punë tjetër. Ndoshta për 2 sekonda. Asnjë lloj përparimi. Oh, e po, grupi i po bën një punë jashtëzakonisht të mirë. Më vjen mirë për ty. Po, arritëm nivelin 4 në silo, Lali, është fantastike. Edhe një natë tjetër. Fjalë dera, shoku, të premtojmë. E zara për gotu. Zara të tavolin. Ai është jastiku im, ata Jaftë mbajtë telekomandë tani? Ah, i urrej derat në këtë emision. Nuk do të shpëtoj asnjë nga këta djem. A mund të kemi paqe dhe qetësi për një natë, ju lutem? Sandi, të lutem, kur ka qenë viti i fundit që je la? Oh, qetëso pak shoku, do të them, ne dera jemi. Paku e po afrohet hyrjes së objektit. Kuptova, Reshter. Tani dërgesa e Pakos në objekt. Dërgohet Pako në objekt. Fute! Vendose në hyrje. Dërgesa u krye. Në rregull, aktivizo borin përshëndetëse. Aktivizo borin përshëndetëse. Pjeri zile si trash. Kush mund të jetë në këtë botë roz që vjen tani? Erdha! Shiu! O, Zot! Kur i ke vënë ato shkuret e reja ti? Ej, ato farrat që i shkëmbeva me lopën e pas kanë bërë punën. Oh, një sport me moll. Më duket si një sport me simite. Jo, janë fruta, duket qartë kjo. Kur e merr vesh ti këtë? Mjaft, kush e di se çfarë është brenda? Lëreni specialistin të merret me këtë punë. Është një bebe. Misioni përfundoi. Pak se shpejt për të thënë misioni u përfundua në shkare. Se kanë marrë akoma brenda. Fituam! Pako është brenda! Po ne nuk e dim kush e la. Llogarit nuk dalin. Do të marrë në telefon autoritetet. Rikadi do të kujdeset për ty. Jem me fat që gjete këtë shtëpi. Po kjo është perfekte, shoku. Do ta quajmë Fati. S'kemi Fati? Si je? Jam unë Rikadi, babai yt. Kemi Fati, unë jam Sandi. Jam... O, babai tjetër. Prisni, babi. Prisni pak. Kush tha që do ta mbaj këtu? Ky vend është i mbushur plot që tani dhe ju thoni të mbajmë dhe një fëmijë tjetër. Ju të dy nuk dini asgjë për rritjen e fëmijëve. Ai ka marrë dozat e tij. Nuk është ndonjë gjë e madhe, shoku. Jepi pak pica dhe lëre të flej në sportën e vogël. Ne do ta ndrojmë, do t'i lexojmë pralla. Edhe ti mund t'i lexosh kasetën tënde të preferuar aty. Vërtet? Ka shumë gjëra që dikush me njohuritë tua të mëdha mund të jap brezave që po vinë, miku im. Gjithmonë e kam dashur një trashëgimtar. Dikoj që t'i lija të gjitha parat e mia dhe mbrehtësinë time. Pikërisht. Ashtu është. Mersoni i ri. Shoku, ne sa po vendosëm që ta quajmë Pati. Mendoj se duhet njoftojmë autoritetet. Ej, shikoj e pak meshur. I ka pak sy si ty, ha? Vërtet? Ashtu është apo jo? Njam pak si... Një angjëll. Nga... Parajsa. Miratër, u vendos. Do të rrisim Fatin si një prej nesh, si derkucin tonë të vogël, sepse për mirë apo për keq,
Jemi lidhur bashk. Po, jemi lidhur bashk. Plotësisht, shoku. Jemi lidhur bashk. Tani do të presim. Karotat shishme janë organike. Organike. Nuk pa ushej do të voglushin. Edhe po më prish bluzën time më të mirë. Provoje një herë ti të lutem. Pa problem fare. Ja pra shoku vogël. Të mira, pa jo zemër. Quen ëmbëlsira. Mos ka ikur mendja ty. Nuk mund t'i japësh një fëmijë plera të tilla. Shoku, çdo gjë po funksionon. Kjo është filozofia ime. Po. Fëmia thjesht duhet mësoj pak respekt. Tani më shihni dhe mësoni diçka. Ja ku e ke birim, ai karrotat e tua. Se ka vedot. Hajde bravo. Pushtjer, shoku. Çfarë do të bëjmë? Ti je specialisti i fëmijëve, ti ndroje. Ti the që fëmija duhet mësoj respekt. Respektoje këtë. Na, shoku. Shoku provoj. Jo, ti e më i madhi, na bëje ti të lutem. Ti e ai që e deshi. Mirë, le ta bëjmë këtë gjë të herë, ma je po madhën. Paktën fati po kënaqet shumë. Dhe kë gisi vogël shkoi deri në shtëpi. Dita më e gjatë e jetësime. Shoku, kujdes, mos I bjerë shkopin tim. Do të bje ty me shkopin tënd. Rrini ur! Rradha jote. Kur Letra gëshër. Sa të gotuk. Lara, duhet I ndrojmë plotësisht kjo planimetri. Sa kohë do të zgjas kjo? Mos më thuaj vite, ha? E po thjesht duhet I jenë më të mirat. Ai pleu organik që deshe është kthyer mbrapsht. Por jam e sigurt që do ta marrim para sezonit të ujqërve. Po, kam besim tek ajo firmë. Ata do ta sjellin në kohë, do të them. Po flisja me ta dje, kështu që e ke parasysh kjo është ishe e mirë. Po, Përveç patjetër. kësaj, nuk kam ndonjë citim të madh, mund të mbërdhi për pak kohë. Jam sistemuar mirë te djepi I Mersonit. Lop ndërtuese. Më pak fjalë edhe më shumë punë, kupton apo jo? E po jam me klientin tjetër. Po, ju të tjerë, çfarë bëni këtu? Pushimi I drekës. Prap! Lopët e kanë stomakun e madh.
Shoku, dita e parë e shkollës nesër. Djalimi vogël, jam shumë nervoz. Mos je nervoz, babi. Dakord. Ma keni bërë çantën gati? Po, mendoj se i futa të gjitha gjërat e listës në të birë. A i bëre gati rrobat që do vesh nesër? Po. Po rrobat që do të veshësh ti nesër, a i bëre gati? Akoma nuk e kam vendosur, por do t'i gjej. Mos harro hapësirën tënde të qetësisë. Ama bëre gati sanduiçin për treg? Po, kam bërë, Fati. Kam bërë bukë me djathë dhe prosciutto tënde të preferuar. Dakor, mendoj se jemi gati. Babalar, nesër është një ditë e madhe. Mendoj se ju duhet të flini, të bëni pak pushim. Bingo. Këshill e mirë. Dhe mos jeni nervoz, gjithçka do të shkojë mirë. Të mirë. Natën. Pacim babi, pacim babi, pacim babi. Oj, më të mirën ditën e parë të shkollës. O li lirshëm dërsa merr djeta. Mos harro të pashqep, pa mërsitje zemra ime, mos harro Mos u shqetësoni, çdo gjë do të shkojë mirë. Mirupafshim. Unë jam Fati. Ç'kemi? Unë jam Hamleti. Do të thua si tek drama? Jo, nuk e kam lexuar atë dramë. Po, ti çfarë gjëje je? Unë jam Fati. Mos u tau, e ke parë veten pas ty? Qaj shumë si pa Fati. Çfarë lloj deri je ti? Është një derë egër. Unë jam Fati. Nuk thash kush je ti, thash çfarë je ti? Unë jam thjesht një derkut. E po ky është parku im dhe rregullat I vendos unë. E kuptove? Agrat, le të luaj mujku në mes. Jo, mërzita ma të loj. Le të luajmë kapën e ujkun. Pra, kush do të jetë ujku? Hej, si e thua si kur ti esh ti? Ndjehesh me pa? Nuk kam qef të më kapin. Do ta bëj unë, do të jem unë ujku. Wow, shkolla është e vështirë. Sidomos klasa e Lucit. Dhe të gjithë më ngolin sytë sikur të jenë në I përbindës. Eja pra, ti nuk e përbindësh. Çfarë përbindëshi? Shiko, se cili prej nesh është ndryshe. Unë kam këtë njohë në vesh. Unë eci pak sa I qalë dhe zakonisht vjedh pas I kam grënë trep. I më thot se kjo më bën të veçantë. Ti ke dhënë shumë të mëdhenj. Kthehet rastisht Iza dhe dukesh sikur ke veshur një ari të përhimur. E kupton? Kjo është ajo që të bën ty të veçantë. Them se po. Fati! Oja! Mirupafshim Hamlet, ç'kemi? Mirimi vogël. Si ishte dita jote e parë? Ana krenove ne? U kënaqe shumë. Ishte mrekulli. Çfarë ka ndodhur me fëmijën tonë të Të vogël? gjithë rriten një ditë. E dini vlezër, çdo gjëje I vjen koha, apo ja? Oh, Fati, a e provove gjaketën që të bleva? Zoti I madh. Po është pak e vogël edhe shumë e ngushtë. Mjaft bët pazar për mua. Dua të ha!
shumë të mëdhenj edhe të mpret që keti. I lava që pare, kupton? Ku po shkon ti? Po dal. Me kë po del? Me Ku shokët. do të kthehesh ti? Më vonë. Çka ndodhur me fëmijën ton të vogël, a? Pyetje me vend. Duket sikur një bishë e madhe e rrezikshme po jeton në shtëpinë tonë me dhëm nga 4 cm dhe me thonjë si gërshër. Po bëhet një shtazë vërtet. Përshëndetje, adoleshentët. Eku më kalat. Çfarë po dridhet për ashut? Pa bravo. Hej, le të luajmë një lojë. Dakor, si quhet? Diçka, nuk jam I sigur, por është kështu. Sa do më erdhi në mend emri? Puti të shtakët brata në të lapë. Ti je zhua. Ende dështak. Laura sa po dërgoj planimetrinë e fundit për shtëpinë time. Aha, shumë mirë. Plani 68. Po, por jam I sigurt se kjo është e duhura. Shumë mirë. Edhe shtëpisa ime po ecën mirë. Po e pres qekun nga dita në ditani. O, lajmi mirë. Nesër, Silo, del një version I ri. Shumë mirë. Ujku I energjik për ujku pakonjë. Në pozicion. Gjithçka është në rregull. Marje. Të kuptova ujku I ri energjik. O, sot, çfarë detyre gjatë? Ua të thëmë që kemi vite që po rrimdu dhe presim këtë pako. U mërzita. E di, pakoja mund mos jetë gati asnjëherë. Unë di vetëm që është më mirë të kemi sa më shumë kohë shtetë. Me qëra fjalla, radio jote është të ndëzur kohë gjilpare. Ups, më falë. Është na gjeti fati, të thash dua më revista motorësh. Ai djalë është bëri pa bindur fare. Hej, e ka pa njeri ushqimin tim këtu? E lash këtu mbrëm në darkë. Shoku, mas ke pa gjithë sa ushqime të mijat këtu I lash mbrëm? Me zi e mbusha zgavrën. O vdes nga uria këtu. Nuk ka asgjë për të ngrënë të gjithë këtë kuzhinë. Fati, kjo ndodh sepse ti ke ngrënë të gjitha gjërat në kuzhinë. Që thoje? Mund të hash edhe ushqimet e mia po deshe. Po, pafshin mirë. Po është fati, është në telash të madh. Po, drejt, e di, problemi është se unë mendoj se nuk është koha e përshtatshme për t'i bërtitur djalin. Për çfarë po fleti? Po, unë as nuk po I bërtisja fare dhe për paksa nuk ma kaputi kokën. Mos lejo që ta bëj përsëri. Fati! E di çfarë? Zot. Ndonjëherë Po, edhe mami. dua të them. Ashtu si theti. Pikërisht. Aha. Do të doja të flisë me baballarët e mi, siç flas me ty. Adoleshentët, nuk jemi të sigurt nga ka ardhur. Po, dua të them, kush është ai, sidoqoftë? Nuk ka rëndësi. Ai është I yni dhe ne e duam atë. Fatura. Des për faturat. Një revist tjetër me motora. Do ta mbaj dhe ti nuk mund të më detyrosh që ta kthej mbrapsht, e kupton? U sëmura me ju që më tregoni se çfarë duhet të bëj. Dëgjoj Fati.
Më pëlqen se si i përdor fjalët e tua. Por dera thjesht nuk i japin motorave. Nuk u Si i japin. përdor fjalët e mia? Dakord. Unë do ta mbaj atë motor. Nuk jam më një fëmijë i vogël. E di që nuk je më fëmijë i vogël, të lutem ule ujin e ftohtë. Dakord, Fati, ule poshtë shishën tënde. Dhe atë motorin gjesh për jashtan. Nuk do ta mbash. O, po do ta mbaj. Ti, të lutem, trego pak respekt. Në kohën time nuk u flisnin ashtu të mëdhenjve. Kjo nuk është më koha jote, është koha ime tani, dhe motorin do ta mbaj patjetër. Wow, balë sut vëllezër. Le të qetësohemi të gjithë së bashku dhe të bëjmë diçka bashkë, për shembull, të këndojmë. Ja, nuk kemi për të kënduar. Ajo që do të bëjmë është t'i mësojmë si të sillet me respekt. Dhe ajo muzikë që ai po dëgjon. Adoleshentët, shoku, hopra tani, të gjithë e kemi bërë një herë këtë. Ai thjesht po zbulon gjëra të reja. Përshëndetje, Ai unë jam nuk mund të këtu. bëjë çfarë të dojë dhe me qëra fjala, jo të gjithë jemi rebeluar. Unë se kam bërë kur. Hey, ndoshta ky është problemi i shoku. Çfarë ishte kjo që bëre Fati? Babi mendonte se kjo ishte e bukur. Ja, po shoku, kështu mendoje. E po nuk është. Kështu që kërko falje tani. Të gjithë ju lutem shkonin hapësira tuaja të qetësisë. Ndoshta Fati ka nevojë për një hobi më të sigurt, për shembull të mbledh globa prej botës. Që pura, e vetmja gjë që i duhet është disiplina. Nuk ka gjë që shkolla ushtarake nuk e zgjidh. Që ta regjistroj Fatin në shkollën e reshterëve për derrat e pabindur. A je në vete? Ej, kush vdiqe të Jo, lap ty ma të bët drejtosh? trurin lëms. Po më coptuat. Ti thua një gjë, a i thot një tjetër dhe a i bërtet për një gjë tjetër, e kupton? Shiko, nuk po e ndihmon. Ndërsa ti po... Gjoni shok, çdo gjë është Mjaft, mjaft. Jepini fund. Asgjë nga këto nuk ka rëndësi. Ju nuk dini asgjë. Do të doja që të mos më kishit lindur kur. Well, nuk të lindëm ne, Fati. Ne të gjetëm në shkallët e shtëpisë, në atë shport. Do me thënë, unë jam i adoptuar? Ujku ri energjik për ujkut pakonjë. Pakonjë është gati, marrje. Të kuptova fort dhe qartë, punë e pashme sot rritë. Fati! 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 Do të njoftoj autoritetet. Jo, do ta keq kuptonin. Do të mendonin se Fati është kriminal. Ej, ndoshta do të kthehet, ose ndoshta jo. Ndoshta është si ajo kënga që dëgjuam dje, shoku, e kupton? Kur e do di kë t'jela të lirë. Ndihem sikur bëm diçka e gabim. E përzum Fatin prej nesh. Është faji. Jo, është faji im. Është faji të gjithëve. Ke humbur rrugën? Po, kam humbur në këtë qytet, në këtë univers të vetmuar, i humbur thellë në shpirtin tim të vetmuar. Ma mori mendja. E di si ndihesh. Kam qenë dhe unë aty ku je ti. Vërtet? Ti ndihesh i humbur në këtë qytet, në këtë univers të vetmuar. I humbur thellë në shpirtin tënd të vetmuar. Wow! Ti më kuptoke? Ej, di unë një vend ku mund të kënaqemi. Tek foljeja e xhaxhait tim. Do të vish? Nuk e di. Ka ushqim të mrekullueshëm. Le të shkojmë atëherë.
Ha çfarë të duash. Jemi hapur gjithë natën. Pra, ka ndonjë ujë këtu? Ujër? Pra vëlla, ne të gjithë mund të shikojmë ti e një ujk. Unë, jo, nuk jam ujkun. Po, ti nuk je ujk. Çfarë je ti atëherë? Unë jam dërkuc. Refuzoj. Lumi im i preferuar në Egjipt. Baballarët e mi janë dera. Ullu djalosh. Derrat, ha? Janë baballarët e mi. Dho me bukur regjistrimi. Nga i keni marrë këtë tavolin? Po ti janë me ata? Baballarët e tu? Janë baballarët e mi. Koha e shfaqjes. Jam i sigur që do të pëlqej. Thjesht, ulu dhe qetësohu. Shijoje shfaqjen. Ti nuk ngjan kështu. Tani... Baballarët e tu, ata duken kështu? Po... Pra ti e një derë. Doja të thoja që jam rritur si një derë, por baballarët e mi janë dera. Mos e bëra unë këtë? Ta thash që nuk kemi një buxhet të madhe të mjaftueshëm për ta bërë komedi muzikore. Atëherë, çfarë je ti, Fati? Unë jam një derë, diçka e tillë. Ej, Fati, kjo është ulkonja fatkeqësia. Ç'kemi, Fati? Ç'kemi? Por ti duhet ta njohësh nga shkolla, apo jo? Ti shkon në Akademinë e Derave, në qytetin e Derave. Qyteti Derave. Akademia e Derave? Tingëllon pak e mërzitshme, apo jo? A nuk ndihesh në siklet atje? Po. Nuk ndihesh ndryshe dhe i lën pas dore? A i ke ndjerë ndonjëherë këto ndjenja të çuditshme? Po, ndjenja. Si gjëra të tilla, thjesht të vjen vetvetiu dhe... janë krejtësisht natyrshme. Kjo është sjellje ujqërish. Pse shkon në Akademinë e Derave? Sepse... unë jam një derë? Ndoshta, Fati, ndoshta. Ndoshta. Je një ujk. Një ujk? You say? Him a wolf? There ain't no way. Oh, wolf, 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 yeah. You ain't no wolf, no you're not. You ain't got nothing that a wolf has got. Oh, wolf, 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 hey. You ain't no wolf, for
But just one thing, if you wanna be a wolf, you gotta have fangs. Fangs, 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 But look. fangs, fangs, fangs. Okay, so what? You got big teeth. You can't fool me, 'cause underneath you ain't no wolf. You ain't, because if you wanna be a wolf, you better have claws. Claws, claws, claws. Yeah, but you can't be a wolf, 'cause if you were, you'd be head to toe in. You mean like this? I see what you mean. It's more than a hunch. You like pork? I could eat it every day for lunch. And after dark, you feel the need to prowl. It's like sometimes I have to. Well, what do you know? You may be right. We just might have a new recruit tonight. Welcome, kid, we've got your back. You might even say that we're your pack. Woof, 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 woof. The fur, the claws. Huge fangs, hunger pangs. Mirë, pra, kjo ishte një provë e mirë, po herës tjetër e ta. Jam një ujk! Fati, ti ke hedhur hapin e parë kritik. Arrite ta kuptosh që je një ujk. Tani duhet të përmbushish fatin tënd. Atë mision të shenjtë kanë të gjithë ujqërit në gjithë botën. A do ta bësh këtë mision për familjen tënde të ujqërve? Po! Misioni yt është lesh qelsin e shtëpisë me tulla poshtë tapetit të derës, në natën e hënës së plotë. Na duhet qelsi që të hyjmë në shtëpinë me tulla, pastaj do të vim për derrat. Të vini për derrat? Për çfarë? Kjo është pjesa e fshehtë e misionit, Fati. Dhe ti nuk duhet ta dish këtë. Është sekret i lartë. Po, vërtet sekret i lartë. Sekret i lartë. A e pranon misionin tënd, Fati? Sigurisht që po, ujku shef i madh. Fuqi ujku! Isha i sigurt për këtë. Eja, Fati, koha për të kthyer. Kjo është një CD e përzierë që e bëra për ty. Disa tinguj të vërtet për ujqërit. Jo për ta pëlqyer. Që më ndëm fare, ishim shumë të shqetësuar. Ku ishe futur? Isha për jashta. Deri numrat i lacak. Ku për jashta? E ku ti intereson? E rëndësishme është që ai u kthye. Më rita, thap. Ej, mos u hap shumë. Pafeti, me ka kujton se po plet, fytyrë prej gzofi. Po, më përbindesh. Një përbindesh, a? Interesante kjo. E dini se çfarë është një gjë tjetër interesante? Ju të dy i vendosni rregullat këtu. E kuptuat? Hey, Fati! Si je? Po ç'të duhet ty se si jam unë? Ti asnjëherë nuk më ke folur më përpara? Kur? Të shkuara të harruara. Kjo është e tashmja. E diti që je shumë e mirë për të ngrënë? Pra tani do të jesh miqësore dhe e mirë me të, a? E mban mend si e trajtoje në klasë të tretë? Unë e mbaj mend. Zhdukuni tani. A i pe fytyrat e atyre? Po, ashtu është. Po, shok të ngushtë.
Fati, si shkoj shkolla? Shumë mirë. E çfarë mësove sot në shkollë? Asgjë. Asgjë. Unë nuk kam pyetje tjetër për momentin. E pak se t'vijau nga nata e halës së plot, stërvituni fort! Stërvituni më shpejt, jo të shkujdesur! Do ta shprek, do ta frek. Për kokë të kyshes, shtrutën vogël që ke. Nuk është shfry dhe fry, por është fry dhe shfry. E tani ullu dhe bëj 20 pompa. Pushim! Fillon loja, miq. Jemi në nivelin 12. Folët për përparim, ha? Vërtet mendon se kjo është e nevojshme? Ai është djali ynë. Duhet t'i tregojmë që kujdesemi për ta. Fat të mbar, shpresoj. Gjithçka ka marrë prej di këtë javë kanë qenë 2 ulërima dhe 1 murmurim. Që I bie 1 ulërim më shumë. Të shkojmë pra Rikard. E di që ka patur pak tension në shtëpi kohët e fundit. Edhe unë kisha prindër, kështu që edhe unë kam kaluar të njëjtën gjë. Nuk e ka kaluar të njëjtën gjë, më beso. Fati, mund të flasësh me mua në çdo kohë për çfarë do lloj gjëje. Nuk do të dëgjoj, vetëm do të gjykoj. E thash gabim, është ndryshe. Alo e fare, dakord? Ti nuk mund ta imagjinosh se çfarë po kaloj. Çfarë është kaq si ndryshe në ato që po kalon ti? Është e vështirë, mor burr. Është shumë e vështirë. Edhe po e përsëris. Shumë e vështirë. Adoleshent pipik, mendon se është I pari që kalon adoleshencën sikur e shpiku ai këtë. Shok, ndoshta duhet të flasur me ta. Jo, do të merrem unë me ta. Hajderat. Hajderat? Au. Oh, ç'kemi? Si po kalon, mik? Sa po flisnin për ty, Fati? Vërtet? Ç'kemi, Fati? Ç'kemi? Shpresoj që të mos kesh harruar Chelsea-n, Fati. Chelsea-n. Chelsea, tapeti, ti mban mend? Po pra, Chelsea. Por pse po e fus Chelsea-n poshtë? Oh, Chelsea tapeti. Thjesht pjesë çfarë po I quajmë ne atë? Jeti, planin. Pikërisht. Plani. Por akoma nuk e kuptoj pse duhet. E po, do të bëjmë baballarëve të tu një fest. Po. Po pra, një fest të madhe. Ne do t'jemi të gjithë atje. Unë do t'jem atje. Chelsea, tapeti, festa, nga llampupër apo jo? Chelsea, tapeti, festa. E kuptova. Një fest tek shtëpia sepse shtëpia e baballarëve të mi do të përfundoj. Po pra, pikërisht. Sepse shtëpitë e tyre do të përfundojnë. Por kjo është një festë surprizë. Kështu që festa e hënës së plot. E mban mend Fati? Do ta mbaj mend. Chelsea, tapeti, festa, hëna e plot. Qofsh mirë, shoku. Shihemi së shpejti. Më vonë. Fantastike! O zot, ajo është bombë.
Nga e një ata? Nuk e di, thjesht I kam takuar diku, e ke parasysh? Nuk e mbaj mend me saktësi. Pra, do të bëhet një fest. Dhe ajo do të jetë atje. Çfarë është nata e hënës plot? Nata e hënës së plot. Chelsea, tapeti, festa. Oh, Perëndi, sezoni I uqërve. Oh, po, ai është padyshim një ujk. Pra kemi një marrëveshje. Do ta marrësh nesër motorin këtu. Shihemi atëherë. Miru pafshim. Prit, kush po e merr motorin tim? Fati, babalart e du dhe unë vendosim që ta shesim atë motor, a është më mirë kështu. Çfarë the? Ai motor është I imi, nuk mund ta shisni. Sa po e bëra? Jo. Nuk mund ta besoj këtë gjë, po iki që këtej. Dhe nuk do të vi në festën tuaj koti. Fest koti. Nisni operacionin Shtëpia e Plot. E përsëris, nisni operacionin Shtëpia e Plot. Terat? Jo, me të vërtet e keni shoku, po unë sa po e ndërtova këtë shtëpi dhe jam unë në mes të lojës Silo, shoku. Pra, jo për kokë të qimeve të mjekës time, shoku. Atëherë do ta shfryt shtëpinë e fri. Shoku, ajo me të vërtet që është kashta e fundit. Oh, të ruaj pak lojën. Duhet ta përplasësh derën, a? Sa po vara fotografinë time të fundit. A është drejt? Nuk e di, po shumë mirë. Atëherë çdo gjë e fundit në këtë shtëpi është drejt. Absolutisht që jo, për kokën e qimeve të mjekrave tona. Shoku, si tu duk? Atëherë do ta shfryt shtëpinë e fri. Jo për kokë të
përqime vetëm një gërson, Motorola! Atëherë do ta shfrym, do ta frym, shtëpin tuaj me frymë. Fryni veten tuaj të veqela leshator, I kemi blokuar të gjitha hyrjet. Kjo shtëpi është e pakalueshme, nuk do të rëzohet. Thimi qatë mbrapa. Por çdo gjë vazhdon të mbetet e mirë. Përveç faktit që ne jemi të lidhur edhe të varur mbi një post të madh me ujë të valuar. Çfarë do që të na bëni na lini të bëjmë një telefonat për të gjetur dikë që të kujdeset për djalin ton? Po, djali juaj. Gëzohem shumë. Shumë bjete më parë një plan të shkëlqyer për të vënë një spion në strofkën tuaj, në qoftë se mundem. Një spion, kë spion, kush spion? Spioni është djali juaj I adoptuar, I dashuri, I ëmbli dhe besniku Fati. Mos ka ikur e mendja jote prej mish ngrënësi? Nuk ka mundësi! Fati është djali jon, ai nuk do të na tratonte kurrë. Jeni duke folur për ndonjë fat tjetër. S'keni shumë fat herra. Tani, lexoni buzët e mia. Oh jo, jam lexuar si jashtëzakonshëm buzësh. Fati është një ujk. Mos është e vështirë këtu për një terë. Mos është gjallë kë? Askush nuk mund të shpëtoj lëkurat tuaja tani. Qenë ka djali 3 dërkucve! Lavdi zotit, ky motor ka vend për të gjithë. Derën kryesore! Mbyllni derën kryesore! Po ata derrat do të kthehen përsëri ajo. Shtëpia me tulla, dhe nuk do t'jetë qelsi poshtë tapetit këtë radhë. O, I dashurim, nuk mund të jem më dakord se kaq. Zotrinj, erdhi koha për pajisjen e fundit të botës. Pajisjen e fundit të botës nuk është testuar asnjëherë zyrtarisht. Duhet ta provojmë. E që mund të bëjmë tjetër I trash? Tu nuk jemi në demokraci, ka punë më takon mua. Dita pajisjes! Dita pajisjes! Dita pajisjes! Dita pajisjes! Dita pajisjes! Dita pajisjes! Dëgjoni këtu, më vjen shumë keq që nuk ju thash për këtë gjithë këtë. Mendoj se e dini që jam një ujk. Edhe ne do të të duam për gjithmonë. Çfarë është ajo gjëja atje jashtë? Unë e zgjoda të bëri. E po mirë bishti, e zgjodëm bashkë. O, mos, erdhi këtu! E kemi punë shumë pisk, më duket! Unë do t'ja dalë mban pa tjetër, do t'a rëzoj pa tjetër atë shtëpi! Pëndisën tjeksat e pasëm!
Hey! Hajde, gjove ka! Çfarë? Këta! Po da të shoh një herë. Të njoftoj autoritetet. Mrekulli, nuk ka shërbim telefoni. Fati, edhe kjo në duaj tani. Fati, ikë aty! Do të bësh sa bashkëhera! Ikë aty tani! Në qofë se do të hedhësh për to këtë shtëpi, do të më hedhësh mua më parë! Seriozisht ikë aty tani! Do të qëndroj mu këtu! Rëzoje! Rëzoje! Shkenca fitoj! Mos e lëviz rrotullimin! Ne nuk duam të bëjmë keq, por do të arëzojmë këtë shtëpi, mirë. Nuk do të lëviz që këtu, dhe nuk jam biri yt. Jam biri tyre. Nuk ke për të fituar këtë. Ne jemi uqër. Jemi një familje që qëndron e bashkuar dhe fiton. Çfarë di ti për familjet? Unë I dua baballarët e mi. Nuk mund të lejoj që atyre të ndodhi diçka. Ti nuk e qenë kur në një situatë të tillë. Familja në rrezik dhe ke mundësinë të shpëtosh ata që I do vërtet. Mos më trego mua për familjet. Kam humbur një pjesëtar të familjes pikërisht në këtë vend. Ata rebelin e ri, ti njohësh ujku I madh I keq. Ai ishte djali im. Të gjithë kemi familje, djalosh, uqërit, madje edhe derrat. 10, 9, 8, 7, yes! Daloje! Jepi fund tani! Fikë të thash! Nuk do të ndaloj kur këtë mision dhe nuk do të fik më këtë pajisje! Tani bishti! Tani! Shka që kam dashur të bëj është shkatëruaj ata tera të qelme. I urrej. Jo! Nuk do të shpëtoni kaq kollaj. Çfarë do të bëjmë ujku shefi ma? Operacioni shtëpia me tulla mbaroj. Mbaroj, ai doktori pa aftuaruar tani. Thire grupin. Fati pati fat sonte këtu. Ndoshta të gjithë patëm. Thuaju baballarëve të tu që nuk është problem të dalin. Janë falur. Faleminderit.
Do më thonë, po I fal derrat? Po. Janë një familje. Hej, edhe ti e I familjes, ujku shef I madh. Më falë, kam probleme me shprehjen e emocioneve, djalosh. Unë ndihem sikur vo fitoj një birë. Dhe që nga jo ditë, jeta ime u bë krejt ndryshe. Dhe përsëri në një farë mënyre mbeti njësoj. Dy familjet e mia firmosën paktin ndërmjet derave dhe uqërve, që është plot me paqe, dashuri dhe mirë kuptim. E kuptoni? S'ka rëzime shtëpish apo të thuash gjëra të pakëndshme. Shpresoj që tregimi I historisë sime të nxjisë të gjitha kafshët që të shkojnë mirë me njëra tjetrën. A jam unë me fat? Jo, është e sigurt. Bjeshti jako përfunduam. Një ishull të shkret, një ishull I vogël e I shkret, që do ta qeveris unë.